jemi këtu te autoservis Goni, ku është vendi I punës së Faton Tahirit. Siç e dini, Faton Tahiri sot me datën 6 prill 2026 ka bërë një vepër heroike duke rrezikuar jetën e tij për të shpëtuar një shofer femër I cili ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në pendën e Livoçit. Ngjarja, siç shihet në kamerat e sigurisë, Fatoni ka qenë aty në momentet e fundit, pra sekondat e fundit para se të fundoset vetura dhe shpëton mrekullisht shoferin duke nxjerrë jashtë. Ky mbrapa me është Faton Tahiri, I cili realisht nuk po pranon me dal para kamera, me dhënë një version ti me u prononcu, mirë po ne përsëri do të tentojmë me bind, sepse veprën që ka bëj nuk është vepër e zakonshme, është e jashtëzakonshme. Duke pas parasysh se mëngjes herët, temperaturat e ulta, ai futet në ujë mbi të gjitha duke rrezikuar jetën e tij. Dhe pas insistimit ton, më në fund e kemi edhe prezant heroin e ditës sotme, Faton Tahirin, I cili më në fund pranoi me dal me u prononcu shkurtimisht në tregu gjallën se si ndodhi. Faton, faleminderit që pranove, a mundesh shkurtimisht më na tregu se si ndodhi ngjarja? Vetura pikë kësaj pjese, edhe ka ra këto në lum. Unë kom insistu me hi piknenit, po më do që ishë shumë largë, edhe shumë fell. Këm silë në pjesën tjetër, kom shku të vetura, ja kom hap derën, e kom kap shoferën, edhe kom qitë deri të rruga. Po në ato herë, orët e hershme të mëngjesit ka qenë shumë ftoftë. Shumë ftoftë. Edhe a nuk e pate pak frikën që ti me hi në frika, po kur e pash personin në vetur, nuk e desha. E rrezikove jetën? Po, por me hi me shpëtu. Me shpëtu një tjetër. Edhe dola në pjesën tjetër, shumë ftoftë, po dola e qita deri të rruga. E kemi pa bas pamjeve të kamerave sigurisë që nuk e kanë vetëm, ka pas shumë dëshmitar. Këtu mirë po, je I vetmi që ke tentuar dhe ke rrezikuar dhe ke hy faktikisht. Nuk e llogaritë humbjen e jetës tonë në këtë rast. Kur e pash në atë gjendje unë më na ran hinan. A pat vedi e shoferi? Po, ka pas. E ke komuniku me to? Jo, deri testum, pikëri deri testumi, jo, testumi aty po. Aty tani ka komuniku me ty? Komuniku deri te rruga. Edhe për xhamin nxjerr apo qysh? Jo, e kom çel derën, e kom kap, edhe e kom qit deri te rruga. Personi edhe na e dim, po para kamerave themi se ka shpëtuar mrekullisht pa pasoja. Shikues të dashur, para se me përfundu këtë storje, po e falenderojmë edhe një herë Faton Tahirin, I cili me veprën e tij të madhe që ka bërë sot, nuk është vetëm vepër heroike, por edhe një humanizëm I madh, sepse e rrezikoi jetën e tij për me shpëtuar një jetë tjetër. Lutemi që sa më shumë njerëz me pas si Fatoni në mesin tonë. Shihemi në historitë të tjera.